Ndërsa sezoni 2025-2026 i afrohet fundit të tij, Vllaznia mbetet ende në lojë për objektivat e saj që janë kampionati dhe kupa. Javët e fundit kuqeblut kanë shfaqur luhatje në lojën e tyre, deri diku të kushtëzuar edhe nga mungesat e vazhdueshme. Përtej kësaj, trajneri kombëtar i së vajzave dhe ish-portieri Armir Grima është i mendimit se skuadra shkodrane ka forca për të luftuar në të dy frontet. Në këto momente që jemi në gjysmëfinale dhe pranë final forit, unë nuk mendoj që mund ndajmë diçka. Sepse në qovë se ndajmë nëse se kemi të sigur që po dalim kampion ose që po fitojmë kupën. Kështu që e mirë është luftojmë. Lufta e mon ekipin karikum, lufta e mon ekipin në gjendje optimale për të luftuar. E pranuar gjërësisht se Egnatia, kampionja në fuqia Business Superiore, është skuadra për të mundur, Grima ka një tjetër opinion. Unë deri para ndeshjes me Egnatia mendosha që Egnatia është ekipi më i fortë ose ekipi për të mundur. Nëse neshin që lyti Vllaznia me Egnatia, unë besoj që Vllaznia është ekipi për të mundur, nëse ne luajmë si atë neshe. Kjo tregon që ne po të luajmë të mobilizuar, po luajmë bashkuar, po të luajmë në mënyrë kompetitive, në mënyrë që të shërbejmë sa më shumë rezultatit, besoj që s'ka kundërshtar vetëm jemi vetvetja. Java 34 e kategorisë superiore do të rezervojë një duel direkt për Shkodranën, që është ai me Dinamo në luftën për vendin e dytë, i cili siguron avantazhin e barazimit të ndeshjeve të Final Four. Sfida do të luhet ditën e shtunë në stadiumin Loro Boriçi, duke nisur nga ora 15:30.